Nuk ka dyshim se muaji i Ramazanit ka shpërblime të pafund. Ka përfitime të mëdha, ka dobi të mëdha. Po le të përmendim 5 dobi kryesore, të cilat rrjedhin nga muaji i Ramazanit. E para është afrimi me Zotin dhe dëgjueshmëria e tij për ta agjëruar këtë muaj të madh. Gjatë këtij muaji njeriu bëhet më i devotshëm me leximin e Kuranit, me faljen e teravive dhe duat e shumta. Gjithashtu një pjesë tjetër e rëndësishme prej dobive të muajit të Ramazanit është falja e mëkateve. Dim nga profeti paqja dhe mëshira e Zotit qoftë mbi të, sa shpërblime dhe falje të mëdha ka ai person i cili e agjeron këtë muaj. Një pjesë tjetër e rëndësishme e muajit të Ramazanit është shëndeti. Gjatë këtij muaji njeriu fiton më shumë imunitet, pastrohet dhe rregullohet metabolizmi i tij. Gjithashtu, sistemi imunitar bëhet akoma më i fortë. Gjatë këtij muaji, prej dobive është kontrolli ose vetë kontrolli dhe disiplina. Njeriu gjatë këtij muaji bëhet akoma më i duruar, disiplinohet akoma më shumë dhe ka një vetë kontroll të lartë. Një tjetër dobi e muajit të Ramazanit është se Ramazani e inkurajon njeriu që të ndihmojë njerëzit në nevojë dhe i nxit ata që të japin sa më shumë sadaka e të ndihmojë këta njerëz të varfër.